Me rastin e ditës së ndërkombëtare të tokës sot më 22 prill në lagjen Dardania, në hapësirat e gjelbërora në sheshin Rust Kabashi në Prizren, organizoi aktivitet edukativ dhe mjedisor me nxënësit e shkollës internacional Marif School, ku fëmijët e kopshtit parashkollor në Nakabrini dhe me vullnetar të ndryshëm. Në këtë aktivitet, post-drejtori të shërbimeve publike, Islam Okimeri dhe i gjithë stafi kësaj drejtorie, ishte edhe nënkryetari i komunës Bexhat Bytyqi, konsulli i Turqisë në Prizren, Ekselenca e tij Fatih Topçu, drejtori gjenerali i Fondacionit Marif, zotri Mehmet Nedim Aslan, si dhe shumë asamblejist, ku në kuadër të kësaj aktiviteti nga Shkolla Internacional Marif School u bë mbjellja e 50 fidaneve drurore dekorative. Nga kopshti parashkollor në Nakabrini 4 fidane, drejtoria e shërbimeve publike 15 fidane drurore. Në këtë rast, fillimisht drejtori i shërbimeve publike Islam Okimeri ka falendëruar gjithë të pranishmit dhe tha se tashmë komuna me këtë projekt besojmë se do të krijojë hapësira rekreative për këtë banor dhe për Prizrenin, kurse ai ka falendëruar edhe shkollën Marif. Sot me 22 prill, në ditën ndërkombëtare të tokës, jemi mbledhur në rrugën Rust Kabashi në lagjen Dardania për të treguar se ndryshimi për rritjen e hapësirave të gjelbra fillon nga të gjithë ne. Kjo ditë është një kujtesë për përgjegjësinë që kemi ndaj mjedisit. Së bashku me nxënësit e shkollës Marif School, fëmijët e kopshtit parashkollor në Nakabrini, nxënësit e shkollës Nazmi Kokollari dhe ekipin e drejtorisë shërbimeve publike do të mbjellim shumë fidan. Po ashtu, pikërisht sot, po zhvillohen punimet në këtë park modern për gjithë qytetarët që të kenë një hapësirë për rekreacion, freski dhe pushim, duke synuar që të rrisim hapësirat e gjelbra në komunën tonë. Dhe të vazhdojmë së bashku për një qytet më të gjelbërt, për një të ardhme më të mirë. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe për angazhimin që keni bërë sot në ditën e tokës. Një përshëndetje rasti ka bërë edhe konsulli i Turqisë, duke falendëruar edhe komunën dhe kryetarin Shaqir Totaj për këtë hapësirë të bukur gjelbrimi, ku bashkërisht do të mbikëqyrim edhe faktin se Prizrenit i duhet një bukuri të shtohet dhe një hapësirë gjelbëruese. Park kurulması, ağaçlandırma yapılması çok güzel. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Prizren Belediyesi'ne, burada bulunan değerli Prizren Belediyesi'nin mensuplarına, Türkiye Marif Vakfımızın değerli temsilcilerine, kıymetli temsilcilerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ditë e shënuar për ndër të tokës, një organizim i komunës është më së i pritur, domethënë që ka për qëllim domethënë mbjelljen e këtyre fidaneve, që ka për qëllim gjelbrimin, zatën Prizreni shuhet për gjelbrimin që e ka. Prandaj edhe në këtë ditë unë e falenderoj edhe komunën dhe gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë organizim, kështu që shpresoj që këto aktivitete të vazhdojnë në të ardhmen. Drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Marif në Kosovë, Mehmet Nedim Aslan, ka theksuar se tashmë me këtë hapësirë gjelbëruese po i shtohet Prizrenit. Edhe ne do të shtojmë për kujdesin dhe bashkë me komunën e Prizrenit për këtë hapësirë të qytetit. Dünya Günü dolayısıyla Prizren Belediyesi ve Türkiye Marif Vakfı Uluslararası Marif Okulları işbirliğiyle fidan dikme programına katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bulunmaktan hakikaten çok mutlu ve gururluyum. Jam jashtëzakonisht i lumtur që si përfaqësues i Fondacionit Marif për Kosovë kemi arritur një bashkëpunim me komunën, një mbështetje për komunën në këtë planifikim që kanë pas për ndër të ditës së tokës. Kjo nuk duhet parë vetëm si organizim i komunës, mirë po për parkun, për gjelbrimin duhet përkujdesemi gjithë ne dhe duhet që këtë iniciativë domethënë ta vazhdojmë të ardhmen. Ne kemi kontribuar diku me 50 fidane së bashku domethënë në bashkëpunim me komunën që do të mbjellen këtë pjesë. Kjo pjesë do të jetë në përkujdesin edhe ton, gjithashtu edhe të komunës. Mirë po unë dëshiroj t'i falenderoj, domethënë duke filluar nga kryetari i komunës zoti Shaqir Totaj dhe ekipi i tij, drejtori i nderuar që e kemi sot këtu dhe gjithë ata, mësimdhënësit tonë, nxënësit tonë dhe gjithë menaxhmenti jon që kanë kontribuar që të jetë një bashkëpunim i përbashkët me komunën dhe shpresoj që evente të tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë. Derisa nxënësi nga shkolla Marif, Ideal Gashi, me këtë rast tha se nxënësit e shkollës Marif mbjellën mbi 50 dronja dhe bashkërisht do të punojnë për këtë hapësirë gjelbrimi. Shumë të lumtur që jemi gjenerata e parë që bën mbjelljen e këtyre pemëve të personalizuara. Shpresojmë që kjo mbjellje të vazhdojë edhe më gjatë me gjenerata të tjera. Falenderojmë komunën e Prizrenit për mundësinë që na ka dhënë edhe shkollën Marif.
Në këtë aktivitet prezentuan edhe OJQ mjedisore, ekoregjioni si dhe shumë qytetarë. Ndërto me prodhime vendore.